Përshëndetje, për ata që nuk më njohin, jam Ledi Androniku, docent drejtësisë kushtetuese. Do të dedikoj këtë video protestës së nevojës për një kushtetutë të re. Radhë parë, përshëndesëm mbështes protestën sepse protesta shpreh forcën vitale të një populli. E së dyti është për një kauzë të drejtë. Shqiptarët kanë protestuar vazhdimisht të 35 vite, ndoshta më shumë se si vend tjetër në Ballkan. Por kjo është protesta e parë që nuk organizohet nga sipër, por nga vetë populli në mënyrë spontane. Pse? Sepse kuptuan rrezikun që i ka nosur vendit e secilit prej nesh. Këto 35 vite regjimi oligarkik ka stavolli gjithçka, taksat, shitje pasuritë kombëtare, naftën, minierat, bankat, porte, aeroporte, zhytje veten në borxh të frikshëm të huaj, e tani nuk di çfarë të vjedh më, për të mbajtur në këmbë një sistem falimentar. Ajo që ka mbetur për të plaçkitur është territori e trojet, duke rrezikuar të ardhmen e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët, gjithë neve. Ja pse kjo kauzë është e drejtë e kjo qeveri duhet rrëzuar, por nuk mjafton me kaq. Populli duhet të heqë butonin një herë mirë një pushteti të papërgjegjshëm sot e nesër. E kjo bëhet vetëm një kushtetutë të re që bën popullin direkt pjesëmarrës në fatet e vendit. Sigurisht si jurist do kisha preferuar që këto probleme të adresoheshin brenda kushtetues aktuale. Por kjo është e vërtet e pamundur. E tani do mundom të shpjegoj pse, duke freskuar memorien se çfarë ka ndodhur deri tani. Kushtetuta aktuale u amendua dhe u blindua nga sistemi oligarkik pikërisht për të pamundësuar ndryshimin që kërkon populli. Kushtetuta origjinale, ajo aktuale, i miratuar vitin 98, e cila erdhi pas krizës së rëndë dhe dështimit të modelit autoritar berishian, kishte një synim të vetëm, vetëm një synim, të bënte të pamundur përqendrimin përsëri të pushtetit në një dorë të vetme, të mundësonte zgjedhje të lira dhe të realizonte ndarjen e vërtetë të pushteteve. E si prezumoi që do realizonte këto objektiva kushtetuta, radhë parë përmes i precedentit të zgjedhur me konsensusin të dyja palëve, për mos e çuar vendin përsëri drejt përplasjes totale e konfliktit social. Por një precedent i tillë i fuqishëm ishte pengesë dhe rrezik për kryetarët e partive dhe kryeministrave, që kërkonin pushtet pa limit, pa rival. Kujtojmë precedentin Topi dhe rivalitetin me Berishën. Kjo bëri që dy krerët, që unë quaj dy kalorësit e zinj të politikës shqiptare, Berisha dhe Rama, bashkonin vota në 2008 për ta kthyer figurën e presidentit një personazh pa rëndësi, që zgjedhet thjesht nga partia e Radhës. Por me rënien e presidentit, radhë balancimi i pushteteve, sepse presidenti ishte garanti për të ekuilibër të brisht institucional. Instituti i dytë ishte formatimi i KQZ-s më në fund në një organ kushtetues që dilte nga kthetet e partive dhe vije në shërbim të Republikës. Por dhe këtë institucion dy kalorësit e zinj e zaptuan, duke kthyer orën pas. Ata shndruan KQZ-n në një kazernë dy partive kryesore, që numëronin dhe vidhnin votat si të donin. Kushdo kujton spektaklet e turpshme që ky institucion i ka ofruar imazhet e vendit dhe demi demokracisë tonë. Por oligarkia nuk u mjafton me kaq. Kishte mbetur goditja përfundimtare. Diktimi i listave të mbyllura. Në këtë mënyrë parlamenti ndalon se qenë përfaqësuesi i popullit dhe kthehet në një çet të kryetarit, ku kandidatët i emëron një njeri vetëm dhe populli thjesht noterizon, spektator. Mandej me modifikimin e mocionit të besimit, kryeministri jo vetëm që i emëron deputetët, por nëse ata nuk tregojnë besnik mjaftueshëm, ai mund ta shpërndajë parlamentin përpara se deputetët të rebelohen e të shantazhojnë me mos kandidim në zgjedhjet e ardhshme. Në njëjtin fat pësoi Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe referendumet popullore, të cilat u transformuan si lodra kineze, që varen plotësisht nga oligarkia politike ekonomike. E në fakt oligarkia nuk ka lejuar asnjë referendum këto 25 vite, pavarësisht kërkesave legjitime të popullit për hapjen e sistemit. Pra për 35 vite kasta vetëm që plaçkiti Shqipërinë, por dhe kopsiti kushtetutën dhe ligjet që askush t'i prekte ato privilegje. Populli kërkonte punë, zhvillim, e kasta ofronte të kundërt, mjerim e shpopullim. E populli nuk e ndryshon dot situatën, as me votë, as me referendum. Kushtetuta u mendua dhe u ndërtua si fillim si shtëpia e gjithë shqiptarëve, por oligarkia e ktheu në një bunker që hapet vetëm nga brenda. Sigurisht, oligarkia brenda e populli jashtë. Në këto kushte si mund të ndryshojë qytetarët gjërat, ka vetëm një mënyrë. Fjala e kalon popullit, që është sovrani vetëm i këtyre trojeve. Nëse i ndihet i tradhtuar nga gjithë klasa politike, ai ka drejtë të kërkojë një kontratë re sociale, që ripërcakton raportin e qytetarit me shtetin e vet. Besoj se kjo është saktësisht ajo që populli shqiptar kërkon sot, njësoj si 1991, jo argënimin e sistemit, por rrëzimin e regjimit oligarkik 35 vjeçar dhe krijimin e Shqipërisë të re. E Shqipëria e re nuk mund të ngrihet mbi themele të kalbra, por mbi një kushtetutë të re, një kushtetutë që pas eksperiencë autoritare shekullore
kërkon pikërisht reduktimin e rolit të liderit të partive dhe fuqizimin e rolit të qytetarëve, jo me fjalë premtime, por me instrumente konkret kushtetues, atë që do të bëjë çdo jurist. Së pari, një kushtetutë e ngritur mbi demokracinë pjesëmarrëse, me referendumin të detyrueshme për miratim ose shfuqizim të ligjeve me rëndësi kombëtare. Së dyti, kufizimin e vetëm 2 mandate për gjithë postet e larta publike, që pushtetarët mos zënë rrenjë, po të qarkullojnë elita dhe ide të reja. Së treti, detyrimin ligjor për demokratizimin e partive me parimin një antar një vot, ku kandidati zgjedh antarësia dhe jo lideri. Demokratizimi nuk është çështje e brendshme e partisë, por gjithë popullit, gjithë republikës. Së katërt, zgjedhjen drejt për drejt nga populli të presidentit të popullit, avokatit të popullit, antarëve të KQZ-s, për garantuar kështu votën e lirë dhe balancën e pushteteve. Dhe së pesti, sanksionimin kushtetutë kalimin nga një ekonomi prodhimi, e jo me importimi e spekulimi, ku trojet, asetet, kursimet dhe pasuritë kombëtare të vijnë përfundimisht në funksion të zhvillimit vendas dhe jo të vijnë nga oligarkët e brendshëm apo kompanitë e huaja. Këto janë vetëm disa prej propozimeve të shumta për të krijuar pas 100 viteve regjime autoritare, më në fund një shtet vërtet demokratik, ku populli nuk voton një 4 vjet, por vazhdimisht, ku pamundsohet rikrijimi i oligarkisë, ku është pushteti që ka frikë popullin, jo e kundërta, ku puna dhe talenti krijojnë mirëqenie të përgjithshme e jo vetëm privilegje për një kastë mediokre, hajdute, tradhtare, parazitare e kombit e popullit shqiptar. Kjo është betejë finale e shqiptarëve, e nuk do ta humbasin trenin e bashkimit të Shqipërisë me popujt e tjerë evropian, sepse ndoshta mund të jetë treni i fundit. Prandaj bashkojmë forcat, mendjet e zemrën për kauzën kombëtare. Ju faleminderit e shihemi në videot e ardhshme ku do të përpiqem të trajtoj çdo propozim në mënyrë të veçantë e më efikas. Mirupafshim.